Dëgjues dashur, jemi rikthyer. Si thash, që këtë pjesë do të kemi mysafir të ftuar dhe është kënaqësi dhe nder ta kem një për i futbollistëve i cilin ndeshjen e fundit, ama pas të fundit e boni gjon më të mirë dhe më të duhur për ekipe, për me mbjetu ekipe me qenë pjesë e edicionit të Superligaut së Shqipërisë në futboll, edhe për edicionin 26-27 e bëhet fjala për futbollistin Dardan, po i thajmë kështu, Qendrem Ismaili. Qendrem, mirë se erdhe në Radio Dugaxhini. Përshëndetje Besmir, kënaqësia ime. Ndeshja e fundit, ndeshja e cila e vendosi edhe një herë qëndrimin e të utës në Super League, në Superiorët Shqipërisë. Realisht për ty si ndjen, qysh është edhe sa ke vështirë, edhe pse pavarësisht të thoj se në skuadrët e Superiorës deri në fund nuk u ditë që do të jeni pak a shumë pjesë e kësaj punës së barazhit apo ndryshe play-outit. Po, me thonë drejtën, kena pas ekip shumë të mirë gjatë gjithë sezonit, edhe se kena prit me shku deri aty, po tash futbolli çkas nuk t'jep, prandaj është sporti më i bukur në botë, siç e dim, edhe ishte ndjen vërtet e mirë në fund me fituar shumë në minutën 92 me bë golin, se janë ndeshje super cikletshme të vështira, po shoqëria dolëm. Se përjetove pak a shumë këtë fitore minuta shtesë, sepse pikërisht nga asisti yt erdhi edhe goli fitores. Po aty s'ka rëndësi kush e jep gollin, asistin, po normal mos e erdhi prej atij krosit që e bona unë, ishte akoma më mirë, po ndjen shumë e mirë me fitu në fund, është diçka shumë e veçantë. Të më themus më apo se të pyetjem po ta bëj. Jo që të prish punës se diçka, po realisht ishte edhe ndeshje në skuadër. A ke taktike trajnerit që me u fut edhe me qeni pushueshëm që me hy edhe me kry lojën? Mendoj se e kena bisedu edhe me trajnerin edhe me gjithë që s'ka pas rëndësi kush lun, ai ka zgjedh lojtarët më të mirë dhe besoj se ka pas drejt, edhe me ato që boni i dël mirë, shoqër resorja u kon me fitu. Qendrem e di që para kësaj ndeshjes keni pasur presion të madh edhe sidomos nga tifozët e skuadrës së Teutës, sepse dim që ka një tifozëri të madhe sidomos qyteti i Durrësit, edhe po duam të pyet presioni para kësaj ndeshjes me Pogradecin, marr parasysh se ka qenë loja, thuaj se e them zhargonin sportiv jeta vdekje. Po, me thonë drejtën, këto ndeshje kanë presion shumë, edhe ai që thot kundërton besoj që vesh mundet me gëny, sidomos kundër Pogradecit që edhe vitin e kaluar ka hub pikërisht për ish ekipit tem që isha unë pjesë e tyne, është hera dytë për ta dhe e kena ditë që s'ka me kon ndeshje fare lehtë, edhe presion ka pas, po shoqë e kena përgatitur shumë mirë me trajnerin, me stafin, edhe kena pas lojtar, do të thonë shumë me përvojë në kampionat shqiptar, edhe ja kena dalë gjithë bashkë. Kjo ke e bukur, sari e përball me Pogradecin nuk i ke lënë mundësit, a ka pos ndonjë kontakt nga Pogradeci ama mos luaj kundër neve. Ja. Po edhe një herë që dërëm? Po thom, s'ka kësi sene, tash se cili lumë për vetës, s'ka rëndësi me konë edhe me vlla me lujt, dush me fitu se s'ki qa. E di që po kjo normal, kjo është i noti pozitiv, sa të i noti pozitiv, është gjë ma e bukur. Me fitu në din ndeshje në momentet e fundit, a e ki besu deri në fund, këtë sfidë që keni arrit me fitu, e përmende, ka qenë shumë e vështirë, sepse është ndeshje jeta vdekje, është play-out, edhe s'ka lidhje, që që ki sezonin të që ka sezonin e ekipi një rangu ma poshtë, por realisht kur është kjo ndeshje është finale, edhe nuk i dihet kur finales. Shumë e vërtet është, po pavarësisht mendoj se ishim ku mendoj se ishim më nalt, është se ishim atë përgatitën si ekip që jena edhe prej superiorës, edhe dishim që fillum pak a shumë me rata dhe kur metën me 10 lojtar, besova që u bë pak më lehtë dhe me nxespesha mu bë ai faul, ai korre, ai diçka që me goditun me marr pjesë paktën, edhe se janë gjëra që i bëj me qef. Po, i po me qef i ka bolën Kosovë realisht, edhe kur ki qej pjesë e Gjilonit. Qendrem,
ti tash me ki 2 vjetë që i pjesë e superiorës së Shqipërisë futboll, realisht si eksperiencë edhe si ndjenim për t'ju milu në një kompeticion krejtësisht tjetër nga ajo që ka ushtruar në Kosovë? Me thonë drejtën u bënën 2 vjetë dhe shkun shumë shpejt, edhe si të ish ekipi që im konte Tirana, si tash edhe më kanë prit shumë mirë, edhe besoj më kanë nimu shumë, ka rritë si lejtar, se është kampionat shumë i fort, me ekipe shumë të mira dhe më ka rritë gocë si lejtar. A ka humbë Tirana me largimin e qendrimit? Nuk e di, besoj është pyetje që do të më vet ata. Nuk e di, unë kam kalu mirë atje, po tash të jam të një klub tjetër që jam të kalu hala ma mirë, edhe jam shumë i kënaqur. Realisht, cili është dallimi nga ajo që ke vërej ti mes me lujt në superiore edhe me lujt në Kosovë në Superligë? Paka shumë jena lejtarët i natë njëjtë, se kena pas gjithë kohën, kanë orë për i shqipnisë të, na kena shku atje. Po një dallim që kisha thonë dhe kisha dash me po në Kosovë, që edhe na të luftu për punën e stadiumeve, aty po dallimi se janë stadiumet perfekt, prej 10 stadiumeve 8-9 janë aty me bari natyral, edhe aty ka cilësi futbolli, është më i shpejt, ka ritëm, ka gjithë sen. Kjo besoj e bën dallimin. Heq Air Albanian, e dim që është nivel krejtësisht tjetër. Stadium tjetër në Shqipëri që ty të flen edhe kur hena stadium e kini farllë ndjesie të mirë se të pëlqen me luajt ato. Cili është? Normalisht tash jam edhe pjesë e Teutës, Niko Davana ka gjithmonë stadium i mirë, e ka barin perfekt, tapetin, pastaj janë edhe tjerat Elbasan Arena, Vllaznia Shkodrës, Egnatia ka bë perfekt barin, domethënë janë fushat që ki qef me luajt me drita, luajn natën, ato është goxha futboll evropian. Qëndrem, a e vrej one, apo mu më pëlqen kështu ma shumë për sy, më duket stadiumi Flamurtarit është diçka impresionants, duke ditë që është ketë kuqësi. Se kom harru pak se Flamurtari që unë gjitë këtë vit, edhe po kom luajt tash që 2 loja aty, po e ka bë perfekt edhe Flamurtari se harrova. Unë e di që pavarësisht që superiore e këshir pak a shumë edhe futbollin e Kosovës. Realisht tash për tash duke zhvillu ndeshjet, por ke që pjesë e Gjilanit, pjesë Gjilanit i kalun superiore, realisht për ty Gjilani si ekip, duke ditë gjitha ato investime, se ke po, edhe a ke kontakt me dikën nga Gjilani dhe si po e shet Gjilanin, apo se ke po ma shkur të shqip Gjilani këtë edicion? Po, unë jo prej 2 vjetë, po prej kudo që jam të luajt Superligën e Kosovës e këshyrit, tash besoj sa ta nalmi kam e vazhdu me këshyr që është vjeve që jam të luajt ndeshjet, edhe kum këshyr, me thonë drejtën, ka pas ullje ngritje, kam rrit nashta pak më shumë se kam punu shumë kryesia e klubit e njerëz që punojnë aty, kanë dhënë shumë për ekipin dhe janë të dhënë vazhdimisht që kanë bën një klube më të forta si financiarisht si për çdo sen. Normal kum prit më shumë, po ta shohim. Për punë të kontakteve nuk e di, se për momentin unë jam lejtar me kontratë, po nuk e di, Gjilani është klubi që jem rrita, vetëm kum shku si 12 vjeçar aty në akademi dhe jem rrit deri në ekipar, dumi apo është mirën. A dhem zemra që nuk e shën Evropë? Po normal, kisha pas sef edhe kom përcjella lojt e fundit, sidomos lojt me Drenicën e tash e lujti, kom pas sef me fitu, po tash futbolli është edhe ekipe tjera, dojnë me fitu se cila për objektivat veta dhe u bë dhe liga është tirë, mund se cili e ke... Unë e di që ki plane, dhe planet normal vinë edhe kanë ndjek edhe ekipe tjera me interes të lartë, qoftë nga vendi ynë, qoftë nga superiorët Shqipërisë, qoftë edhe nga jashtë, realisht cilat janë planet e qenerimit pas këtij përfundimit të edicionit superiorës? Po, normalisht ka kontakte që folin edhe me menaxherin tem që për mu, për planet e mia, për momentin jam kontratë, jam me një ekip super organizuar, me një ekip që besoj se do jem aty, po një ekip që ka me pas objektiva shumë të mëdha dhe besoj që kena me dal me trofe, kesh apo s'kesh në aty, është ekip super organizuar, po jetës nuk i dihet, ta shohmi, ta shihmi se Qysh po duket, qysh do ka duk superiora këtë edicion edhe
kanë shema favorit me fitu titullin superiorës. Duke ditë që ka ndryshuar tashmë edhe kjo puna e play-offit të bëj shumë më mirë se herën e kaluar. Po. Liga këtë vit u konë shumë e fortë, me nëjse u konë më e fortë se vitin e kaluar, edhe nuk u ditë hiç, domethënë venin 9, venin 10 e ka mujt venin e parë pa problem, që besoj s'ka ndodhur vitet e kaluara, se janë këtë ekipet të organizuara të mira të forta. Sa i përket titullit, nuk e di, janë ekipe të gjitha të forta, po se di a kisha mujt me thonë një emër, se janë pak a shumë aty për pas Dinamo që më duket ka shumë pak shanse se ka met për mas, po ekipin e ka nivel me ato. Po veç për shkak të këtyre pikëve u met pak për mas. Po, mbrapa edhe i duhet fitoj gjitha ndeshjet edhe duhet të lupe, kështu se ne mendoj. Kështu. Unë e di që edhe ushqimi pak a shumë, është i njëjtë, po ka edhe dallim. Çka po të pëlqen ushqim atje dhe çka s'po mundesh më rezistu ushqimit Shqipni? Po, pak a shumë e kena të njëjtë, po tash te këtu pak më shumë ushqimet e detit e çdo sen, mase detit në ofër edhe e përdorin shumë atje. Jena ambientu mirë. To thon, peci lanit të shëndetit. Edhe jena mësu pasol në më shumë. Qatë. Qëndrim, a ka ndonjë ritual apo diçka që e keni bo zakonisht kur keni marrë fitoret e të uta? Gjatë që ju ka bo për motiv? Jo, s'është veç që është klubi çdo sen perfekt në rrin gati me çdo sen, me që shumë pak klube e kanë, sidomos Shqipëni është për ekipe më organizuar për çdo sen, që normal që të motivon që të ndeshje me jep maksimumin edhe çdo vit me dash me vazhdu, se kur është klubi të shku në rregull me çdo gjë, ti ki qef me vazhdu që atë, e kupton. Qëndrim, unë të falenderoj shumë që gjithë kohën edhe të uroj shumë suksese dhe urime për ty dhe për qëndrimin tënd në superiorët Shqipërisë edhe për edicionin 26-27. Unë uroj që shumë shpejt i është në një kampionat nivelit hala më të lartë, nivelit evropian. Inshallah, faleminderit shumë Besmer, kënaqësia e jemja e shihemi për të mirë. Faleminderit shumë, përshëndes shumë. Edhe ty.